fali për 60 vjet gjinave. Kushti e 60 vjet afërsisht të gjitha Allahu xhallahu ka fal me këtë Ramazan që e mëll. Të gjitha. Me kusht që ti jesh i respektuar ndaj Zotit xhallahu. Ti jesh i respektuar, ti jesh i rregullt. Edhe Allahu këtë ato gjinofa të vogla që ke punuar jashiu. Vjen mirësia dhe begatia e Zotit xhallahu. Po ata që s'agjerojnë. Inshallah agjerojnë. Inshallah futen në gjerim. Për vetën e tyre. Se Allahu xhallahu ku do ta bëjë mrekulli dhe ku do njeriu do të jetë i vetëm përpara Zotit xhallahu, edhe në banesvarë, edhe përpara Allahut, secili atje do japë dhuri për veten e vet. Për punët e veta. Edhe inshallah futen në gjerim. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë herë, në ka ardhur Gjibrili alayhis salam në një moment kur po njëri këtu në minber për t'ju marrë njerëzve ditën e xumës. Tha merë Gjibrili edhe më tha thuaj amin. Edhe kam thënë tha 3 herë amin. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam herën e parë ka thonë atë njeri cili e qe muaj Ramazanit dhe nuk agjeron, është i përjashtuar nga mëshira e Zotit. Ka mundësi ta agjerojë, por nuk agjeron. Jashtë mëshirës së Allahut xhallahu. Fjala është akoma më e rëndë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë po e them pak më të lehtë. Është jashtë mëshirës së Zotit ai i cili ka mundësi ta agjerojë dhe nuk agjeron. Kjo është hapa e madhe. Edhe të gjithë mund të shkoj me një vëllezër, Allah ju bekohet gjithë. Po si është e mundur më vërtet, që këtë bota nuk agjerojnë. Dhe më thonë 3 qerek të botë, nuk agjerojnë. Si do jetë halli këtyre, si do veprojnë ta, çfarë do bëhen me ta? E rëndësishme që këta kanë një llogari personale me të madhe Zot. Do të dalin përpara Allahut xhallahu. Dhe këtyre nuk do të kërkohet llogari se çfarë besimi ka pas, po a e ke agjeru atë Ramazan që ta ka marrë në Kur'an. A i falë, që ke bon, si ke bon të vemrët, të adhëru zjarën, djelin, hanën, këto, lijarë. Edhe prejeshtohet në mëshira Zotit, por njërët i fosin i menet le. Shatë bëhat për gjithë dhe bëhat edhe për ne. Por nuk është kështu vëllaj. Nuk është kështu, ka llogari. Kur mos e mendoni më të zgjodh, ata që nuk agjeron. Nuk e di. Vlerë, mirësi, begatin që ka në trup njeriu gjatë agjerimit, nuk e di. Edhe mendon që këta po torturojnë vetën apo trupat e tyre, po nuk është kështu. Nuk është torturë. Pra, bëhen goxha Ramazanat që agjerojnë, alhamdulillah. Është lehtësim i madh, është mirësi e madhe tek Zoti xhallahu. Mos e ajo që është më e rëndësishme në agjerim, vetëm ajo që ke zbatuar një urdhën të Zotit xhallahu. Pra, ne Allahu na urdhëron me dëshmu për Zotin, që është një nga shtyllat kryesore. Me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Me fal namaz. 5 herë ditë. Edhe namazit është i rëndësishëm. Po ne mendojmë që inshallah nëpërmjet portës së agjerimit me shku tek namazi. Që të mos e lësh vetëm me agjerimin. Sepse namazi është më i rëndësishëm. 5 herë ditë përpara Zotit xhallahu. Më i rëndësishëm se sa agjerimi. Edhe me dhënë një pjesë pasurisë zekat. Shtylla e 3, për ata që kanë mundësi. Edhe 4 agjerimi, e 5 me krye dhe haxhin, edhe kjo është për ata që kanë mundësi që ta kryejnë. Pra, me këtë kompletohet dini.
feja. Dhe me thënë, ke marrë përsipër një barë të madhe,